Pietra. Ishte dhe Elion. Edhe Elion. I hapi Biblia tek Mateo 27. Mateo 27, pasazhi që do të kalojmë sot, është vargjet 32 deri në 54. Momenti i kryqëzimit të Krishtit, është momenti final. Dhe duke dalë, gjetëm një njeri nga Tirena që quhej Simon, të cilin e detyruan të mbarte kryqin e Jezusit. Dhe kur arritën në vendin që quhej Golgota, do të thonë vendi i kapës, i dhanë të pi usull të përzier me vrerë, por ai mbasi e provoi nuk deshte të pi. Por mbasi e kryqëzuan, i ndanë rrobat e tij duke hedhur short që të përmbushen çish thënë nga profeti. I ndanë ndërmjet tyre rrobat e mia dhe hodhën short në veshjen time. Dhe ulën dhe ruanin atje. Dhe përmbi kryet e tij i vunë gjithashtu motivacionin e shkruar të dënimit të tij. Ky është Jezusi, mbreti i Judejve. Atëherë u kryqëzuan bashkë me të dy kusarë, njërin e të djathtë dhe tjetrin e të majtë. Dhe ata që kalonin andej e shanin duke tundur kokën dhe duke thënë, ti që prish tempullin dhe ndërton për 3 ditë, shpëto veten tënde, nëse je biri i Perëndis, zbrit nga kryqi. Po ashtu dhe kryepriftrin bashkë me skribët dhe me pleqt, duke e thallur i thoshin, ai shpëtoi të tjerët dhe nuk mund të shpëtojë veten e tij. Në qoftë se është mbreti i Izraelit, le të zbresë tani nga kryqi dhe ne do t'i besojmë. Ai ka besuar në Perëndin. Ai le ta shpëtoj tani, në qoftë se e do me të vërtet, sepse ka thënë, unë jam biri i Perëndis. Po ashtu e fyenin edhe kusarët që ishin kryqëzuar me të. Por prej orës 6 u bë errësirë mbi gjithë vendin deri në orën e 9. Por rreth orës e 9, Jezusi bërtiti me zë të lartë duke thënë, Eli, Eli, lama sabachthani. Do të thonë Perëndia im, përse më ke braktisur? Dhe disa nga pranishmit kur e dëgjuan thanë, ky po kërret Elia. Dhe në atë çast një nga ata vrapoi dhe mori një sfungjer dhe mbushi me ufull, dhe mbasi e vuri në majtë një kallam i adhar të tjerë. Por të tjerë thoshin, lëre, të shohim nëse do të vijë Elia për ta shpëtuar. Dhe Jezusi duke përtitur përsëri me zë të lartë dha frymë. Dhe ja veli tempullit u shqye në 2 pjesë, nga maja deri në fund. Dhe toka u drodh dhe shkëmbitur qarë. Dhe varët u hapën dhe shumë trupa të shenjtëve që të flinin u ringjallën. Dhe të dalë nga varët mbas një ringjalljes së Jezusit hyrë në qytetin e shenjtë dhe u shfaqën shumë ujë. Por kryeqindësit dhe ata që me të ruanin Jezusin, kur pa tërmetin dhe çfarë ndodhi, u trembën shumë dhe thanë, me të vërtet, ky ishte biri i Perëndis. Kjo është fjala e Zotit që na jetë sot. Ky është predikimi i dytë nga seria e predikimit të Pashkës. Predikimin e parë predikova për në temën Kupa dhe kryqi, historia e agonisë së Jezu Krishtit në kopshtin e Getsemanis. Dhe për mua nga pikat kryesore është të kuptojmë se çfarë kishte në kupë. Dhe në kupë nuk kishte as më shumë as më pak se zemërimi i Perëndis. Dhe Perëndia shtypi. Atë Perëndia shtypi Jezu Krishtin. E i zemërimi i tij rambi të. Dhe ishte zemërimi që do të binte mbi mua dhe mbi ty dhe mbi gjithë njerëzimin.
nëse Krishti nuk do ta merrte dhe nëse ne nuk do të besojmë se Krishti. Pra ajo çfarë ishte në kupë të cilën Krishti e kriju për ne, ishte zemrimi i Perëndisë. Për mua kjo është pjesa kryesore për të kuptuar se sa mëkatar është njeriu dhe se sa i plot dashuri është Perëndia. Sot do të flasim për kryqin dhe velin. Shikojmë dy elemente shumë të rëndësishme. Kupën dhe velin, kupën dhe kryqin. Sot shohim kryqin dhe velin. Një vel i madh i trash që ndante në tempull, vendin e shenjtë, nga vendi shumë i shenjtë, u çan në dysh, u gris në rak. Dhe nuk ishte një eveniment i shëndosë për ditë, ishte një eveniment i jashtëzakonshëm. E vetë një herë në historinë e njerëzimit. Ai tempull ishte ndërtuar nga Perëndia mes Solomonit, biri i Davidit. Dhe ishin dhënë rregullat e tabernakullit, ishin dhënë rregullat se si do ndërtohej tempulli nga vetë Zoti, dhe i cili u shtjeu tek Eksodi dhe tek Levitiku, shikojmë se si shtjeu talentet dhe dhunti tek njerëzit që ai zgjodhi për të ndërtuar tempullin. Dhunti artistike për të vendur, për të dhunti inxhinierike dhe të gjitha dhuntit e nevojshme që duheshin arkitekturore për të ndërtuar tempullin, tabernakullin dhe gjithë elementet që Zoti do të ndërtonin për të qenë shtëpia ime ku unë do të zbres. Prania ime do të zbres. Ata që nuk kuptojnë Mojsiu dhe më pas kur e pritit, ato do t'ia puntonin popullit. Pra ishte një rregull. Ishte një rregull i përhershëm, i përjetshëm, që Perëndia ishte lënë. Dhe veli ishte për të ndarë komplet pjesën tjetër nga vendi ku Perëndia zbriste. Dhe kur e priti hynte, pasi kishte bërë pastrime për vete që mos vdiste, dhe ofronte fëmimin për ata që kishin ardhur për të ndërmjetësuar për mëkatin e tyre. Fokusi i këtij pasazhi është kryqëzimi si momenti i dashurisë dhe fajtimit përfundimtar. Kur ne flasim për dashurinë e Perëndisë apo për njerëzit, ky është momenti i kyç. Kryqëzimi si momenti i dashurisë dhe fajtimit përfundimtar. Që ne nuk kemi më nevojë për velin, ne kemi tashmë hyrje në mënyrë personale tek vendi shumë i shenjtë, në lutje, përmes lutjes, përmes fjalës së tij, përmes të mbledhurit bashkë, adhurimit. Dhe nuk kemi nevojë për një ndërmjetës që të bëjë shkryerje për ne, sepse ndërmjetësi jo është Krishti, nuk kemi nevojë për sakrificë dhe flijime më kafsh, por sepse Krishti shqenjë i patmeçur, kryqëzuar për mëkatet tona. Mesazhi kryesor i këtij pasazhi është në kryq Jezusi mbajti mëkatin ton, hoqi pengesën dhe hapi rrugën drejt Perëndisë. Dhe kjo është arsyeja që ne besojmë dhe kjo është e vërtetë në Ungjil. Unë dua të ndaj me ju nga ky pasazh, nuk do të merrem me ekspozimin fjalë për fjalë, gërm për gërm i pasazhit, por kjo gjë do të vi në mënyrë kronike. Dua ta nis me pjesën e parë, kryqi zbulon thellësinë e mëkatit tek kulmi i dashurisë hyjnore. Si? Ne shikojmë, ne kuptojmë se ne kemi thënë këtë gjëra që për shkak se Zoti ja dheshi njeriu kaq shumë, ta birin e tij vetëm lindur, vdiste si zëvendësues për ne. Po duhet ta shikojmë mëkatin, dhe duhet të shikojmë thellësinë e mëkatit dhe thellësinë e dashurisë. Parë shikojmë thellësinë e dashurisë hyjnore. Nëse Abrahami po i ngjite imanit Moriave bashkë me birin e tij Isakun, ndodh një bashkëpuntim i shkurtër, por që mban brenda tij mesazhin profetik të shpengimit përfundimtar të shenjës njerëzore nga pasoja tek e kurse e mëkatit. Ati, ja ku jam biri, ja drungu dhe zjarë. Po ku është qingji për fëmimin? Biri, Perëndia do ta sigurojë vetë qingjin për fëmimin. Ky dialog është gjithashtu edhe një nga momentet më prekse në Bibël. Jo vetëm për mua. Mundoj që është për gjithë. Është profetik sepse ajo çka realisht do të ndodhte mijëra vjet më parë. Dhe ishte parathënë mijëra vjet më parë. Është prekës, pra Abrahami ishte
mijëra vjet përpara se vinte Krishti, ishte duke thënë atë çka ishte parashikuar mijëra vjet përpara që në kopshtin e Edenit, kur Zoti Perëndi premtoi të t'i shtypte kokën e keqes. Pra do të shkatëronte të keqen. Është prekës sepse përcjell dashurinë e panjohshme të Perëndis. Nuk ne harron mendja. Neve mund t'i afrohemi dhe mund t'a admirojmë, po asnjëherë do ta kuptojmë plotësisht. Shekuj më vonë, pas pirëfimi profetik të Abrahamit, Perëndia do dërgonte Jezu Krishtin, birin e tij të vetëm lindur në traj njerëzor. Dhe kjo ishte parathënë, dhe stërthënë përpara, e dokumentuar. Ai do të bëjë qingj i përsosur i fëmijës për shlyerjen e mëkateve të cilit do që do të besonte atë. Kryqi, vëllezër dhe motra, përfaqëson vdekjen më poshtëruese dhe më të dhimbshme ndër torturat dhe dënimet me vdekje të perandorisë romake. Pra nuk kishte një vdekje më poshtruese dhe më të dhimbshme në perandorinë e Romës. Kjo ishte pjesa që na përkiste ne dhe që për shkak të mëkatit tonë ne meriton poshtrim dhe dhimbje. Ajo çka ne realisht kishim bërë, njeriu ka bërë që pas mëkatit fillestar, çfarë ka bërë ndaj krijuesit të tij. Se ka poshtruar dhe ka shkaktuar atë dhimbje përmes mëkatit dhe rebelimit. Është krijuar sipas shëmbulltyrës Perëndis dhe e ka shëmbullyer atë në mënyrën më të keqe të mundshme. Dhe cila është përgjigjja e Zotit për këtë? Ai erdhi vetë në trajtin e Zotit dhe mori mbi vete poshtrimin dhe dhimbjen që na takonte ne. Ky është kulmi i dashurisë hyjnore dhe përmbledhja e krejt dashurisë. Një dashuri agape, dashuri sakrifikuese, që sakrifikon. E pa kuptueshme, e aftë të shkatërrojë çdo që lihet të skeqes. Përballë një dashurie, armiku i madh vjen gjumi, shkatërrohet. Nuk mund të rezistojë një dashuri të tillë. Sado e madhe qoftë e keqja, kjo dashuri është shkatërrohet dhe ka një efekt të përjetshëm, jo efekt kalimtar, siç kishin fëmijët në kohën e djatës tjetër. Sepse Perëndia aq shumë e dëshiron sa ta birin e tij të vetëm lindurin që kushdo që beson në të, të mos vdes për të qenë jetë përjetshme të gjallë 360 vjet. Po gjithashtu kryqi zbulon thellësinë e mëkatit njerëzor. Zoti kishte vënë një ligj në kopshtin e Edenit dhe shkelja e tij dënoi me vdekje. Kush i njeh ligjet, do të thotë gjithë ne njohim ligjet, e di. Po e shkeli një ligj, do dënosh me vdekje. Po parkove keq, ke përtuar gjollë. Ose do ta marrë me karotres, varet nga burr. Patjetër, varet nga eja. Varet nga ajo, sa i rëndë shkelja. Satanai që ishte dëbuar, shumë interesante që shikojmë gjithë thellësinë e mëkatit. Se duhet të kuptuar kjo në mënyrë që të kuptohet dhe dashuria e Perëndis. Satanai që ishte dëbuar nga prania e Zotit pas dështimit të rebelimit të tij, kërkon të triumfojë mbi krijuesin. Duke shkatëruar krijesën e krijuar në shëmbulltyrën e tij. A njeriu është krijuar në shëmbulltyrën e njeriu. Satani kishte dështuar në rebelimin e tij kundër krijuesit. Po urrejtja e tij nuk kishte mbaruar. Zemrimi i Satanait nuk kishte mbaruar. Ai kërkonte tani të hakmerrë kundër Zotit. Shkatërronte çfarë? Krijesën që shëmbullente vetë Perëndin. Ai nuk shkon të shkatërrojë delën, apo luanin, apo tigrin, apo tjetër. Ai shkon të shkatërrojë i Krisht atë që shëmbullente Perëndin, sepse në shkatërimin e njeriu, mëkatet do të hyjnë në botë do shkatërronë gjithçka tjetër. Ai ishte një plan i mirë studiuar për të keqes. Nën provanimin e Perëndis, nën sundimin e Zotit, nën njohjen e Perëndis, do thonë po, Perëndia jo vetëm që e njihte, jo vetëm që dinte, jo vetëm që dinte çfarë do të ndodhte. Tu duhet ndalem pak, edhe dua që ta merrni me vete. Dhe si teolog të mirë të vërtet ta studioni dhe ta peshoni shumë mirë. Jo vetëm që Perëndia e dinte, ai administronte gjithë. Ai ishte në sundim të kësaj gjëje. E administronte të gjithë këtë histori që do ndodhte. E njihte qëllimin e Satanit, e njihte që do të ndodhte, e dinte çfarë do të ndodhte. Unë dua që ju, unë e mbylл këtu këtë, dua që të shkoni dhe ta bluani vetë, ta studioni vetë, edhe ta diskutojmë këtë gjë. Që Perëndia ishte vesa, ishte jo vetëm që e dinte, e kishte parënjohur çfarë do të ndodhte, por ishte vetë, është pjesë e
aktive e gjithë kësaj që po ndodh. Nëse njeriu do të shkelte, do ta bënte, nëse Satani do ta bënte njeriu të shkelte porosinë e Zotit, ata me siguri do të vdisin. Dhe njësoj si Satani do të largoheshin nga prania e Perëndisë, sepse Perëndia kishte fjalën e tij dhe Zoti e mban fjalën. Nuk e shkep kurrë. Thelësia e mëkatit njerëzor ishte e madhe, sepse ata kishin marrë nga Perëndia, shikon njeriu, edhe Satani, kishin marrë nga Perëndia privilegjet më të mëdha dhe e kishin thyer Perëndin. Duke bërë çfarë? Duke bërë atë që e kishte urdhëruar të mos e bënin, me qëllim që të bëheshin si Perëndia. Me pak fjalë kishin sfiduar Perëndin, qoftë me veprim, qoftë me arsye pse kishin bërë atë veprim që Zoti kishte ndaluar ta bënin. Ai ishte një krim i dëfisht dhe jashtëzakonisht i madh, gjë më e madhe. Nuk mund t'i hapësh luftë Perëndis, nuk mund të sfidosh Perëndin. Dhe duke marrë parasysh se ka dhënë ty gjithçka. Perëndia e kishte krijuar sipas shëmbëtyrës së tij, Eva dhe Adami. I kishte dhënë një kopësht me gjitha të mirat, i kishte dhënë sundues mbi bar tokën dhe gjithçka që gjendej në të. A nuk ekzistonte diçka që mungonte, se gjithçka ishte e tyre. Por mjaftoi një provokim i ligut, ta bërë njeriu të dëshironte më shumë, të mos mjaftohej, të kishte hyrë tek ai lakmia, të mos ishte mirënjohës dhe të rebelohej kundër vetë krijuesit dhe Zotit të tij. Shikoni që këtu arsyen sepse njeriu rebelua dhe arsye pse zemrimi i Perëndisë rambi njeriu, siç i kishte premtuar. Në hirin e tij, dashurinë e tij, Zoti i kishte paralajmëruar të qenie me liri të plot për të vepruar ose jo. Krejtësisht e kundërta asaj që vullneti i Perëndisë ishte për ta. Krejtësisht e kundërta qenit një shëmbullim i Perëndisë në karakter. Pra, vetëm një gjë kishin nuk bën në këtë rast, qoftë Eva, qoftë Adami, nuk treguan karakterin e Perëndisë, nuk e shëmbëllyen Perëndin siç duhet. Ata u bën shëmbëtyr e ligut. Kryqi nuk ishte një pengesë që Jezusi i doli në rrugë. Pra për të zhbërë të gjithë këtë Perëndia gjithsesi dërgoi Birin e tij. Dhe kryqi thash nuk ishte një pengesë që Jezusi i doli në rrugë. As një papritur e pakëndshme që nuk ishte gati jetë. Në radhë që këtë me heq. Kryqi ishte misioni i Jezus Krishtit. Pasazhi thotë që ai u tall nga të gjithë. Krishti u tall nga njerëz të thjeshtë të popullit, që ndoshta kishin qenë të pranishëm kur ai kishte mësuar, kur ai kishte bërë mrekulli. E tallën krerët e fesë. E tallën paganët romak. E tallën madje edhe kriminalët që u kryqëzuan me të. Më e keqja nga të gjitha. Ai u braktis nga ati i cili fsheu fytyrën e tij me një anë sepse Jezusi ishte bërë mëkat. E mundua deri në atë pikë sa nuk ishte më fuqi të shndronte në këmbë. Dhe detyruan që kryqin e tij t'ia jepnin Simonin nga Kirena, pra një kirenari që po kalonte aty, për ta mbartur deri te vendi i ekzekutimit. I dhanë vrerë të tij. Ka dy momente kur japin uthull dhe vrerë, dhe vrerë i dinë që nuk është një gjë e mirë. Momenti i dytë që dikush nga ushtarët zhyt peshtën e tij, i kishte ngulur sfungjerin dhe zhyt në uthull dhe ja jep, është hir, sepse uthulla në rastet e një agonie si kjo, që po kalonte një njeri i torturuar dhe gati për të në shpirt, uthulla është freskuese. Është një lloj ilaçi që freskon, atë që është gojën atij që është duke dhënë. Asnjë gjë tjetër ndoshta nuk e freskonte si uthulla. Dhe shikojmë që izraelitët në atë kohë kur ishte shumë vallë, ngjyrin bukën e tyre në uthull. Është për të freskuar. Cila ishte përgjigjja e Jezusit? Pas gjithë këtyre gjërave makabre, ai u duk për të. Zot falë se nuk e di çfarë. Për të kuptuar thellësinë e dashurisë së parrëfyeshme hyjnore, duhet të kuptojmë thellësinë e mëkatit tonë ndaj hyjit. Nuk mund të kuptojmë dot dashurinë pa kuptuar thellësinë e mëkatit tonë. Së dyti, grisja e velit të tempullit do të thotë qasje. Vim të histori pjesa e velit, grisja. Ne mund të afrohemi Perëndis. Si çdo mëngjes, ndërsa po vija në kish, po lutesh. Ndodh që unë kam një kohë nga shtëpia e kur vi, kam një kohë shumë mëngjes, është herët, të dal herët. Dhe shikoj për të lutur. Shikoj që ec edhe lutesh. Diku te 20 minuta në këmbë.
Vjen një moment dhe vura re se lutja ime i ngjante më shumë një bashkëbisedimi me Zotin. Unë vërtet për flisja Perëndis si një miku. Tu thuar që unë po flisja me Zotin, po bashkëbisedoj me Zotin si një mik. Pa pasur frikë për gjykimin e tij ose për ndonjë ofensë që do më godiste nga qielli. Sepse unë nuk mund t'i lutem Zotit kudo, duhet shkoj t'i lutem në tempull, apo në kish, apo në xhami, apo diku tjetër, ku kam nevojë për një prifës, një hoxh, etj. Vetëm unë dhe Zoti. Gjatë atyre momente unë arrit të kuptoj qartë atë që Jezusi u tha dishepujve kur i quajti miqtë e mi. Tek Gjoni 15:15 thotë, unë nuk ju quaj më shërbëtor, sepse shërbëtori nuk e di ç'do të Zoti. Për kupton që një padron, një pasunar që ka shërbëtori nuk e di ç'do të Zoti. Pronari i tyre bën duke planifikuar gjëra të mëdha për bizneset e tjera, nuk ja thot shërbëtor, shërbëtori më thot çfarë duhet bëjmë. Por unë thotë kam qetur miq, sepse ju bëra të njëjtë gjitha gjërat që kam dëgjuar nga Ati im. Dhe e dija që ishte një bashkëbisedim dhe jo një monolog. Jo di ç'është monolog. Kur njëri flet me veten. Është një bashkëbisedim. Sepse në lutjen time, veç adhurimit dhe falënderimit për hirin e Perëndisë, unë kam edhe kërkesat e mia, kam edhe lutjet e mia që u dua që Perëndia të plotësoj për gjëra të rëndësishme. Dhe përgjigjja e tij është paqe. Është përgjigjja e tij, ndërsa unë jam i shqetësuar dhe i merakosur, ndërsa i lutem, përgjigjja e Perëndisë është paqe, një paqe e brendshme, pa kuptueshme, shpenzënse, përtëritse. Kur vjen fundi i lutjes, ti ndihesh më fort, ti ndihesh më i fuqizuar, ti ndihesh më rehat, ti ndihesh më në shpresë. Në atë moment e kuptoj më mirë se çfarë do të thotë ti drejtohesh Perëndisë, ti je babai. Është tamam si një atë, si një bir i drejtohet atit të tij. I hap zemrën, tregon të fshetat e zemrës. Aq më shumë nga ati hyjnor, qiellor, i cili tashmë e di çka ka në zemrën tënde. Nuk ka nevojë që ti se gënjeton. O fletën, i thua të fshetat e shpirtit, i thua edhe ato gjëra që ndoshta ka herë nuk ti nuk di të lutesh. S'di se si lutesh. Dhe ja thua të gjë Perëndisë. S'di se si apo çfarë kërkosh në lutje. Ndoshta vën dyshim vetë Perëndisë, ja thua. Që nga herë unë vën dyshim, nga herë besimi im lëkunde, po ndiqet. Ndodh, apo jo? Secili nga ne në vend caktuar ndodh tronditja e besimit. Nuk ka asnjë vend mes meje dhe ti, asnjë sistem flijimi, asnjë kryeprit për të bërë shlyerje për mua. Sistemi biblik i flijimit, veçanërisht në dhjetën e shlyerjes, në ditën në dhjetën e re, ditën e shlyerjes që në hebrej quhet Yom Kippur, kërkonte një qenj pa njolla të sjellë nga një mëkatar në tabernakul. Qenj pa tmerr, pa smundje, pa cene, pa një gërdishtje të veshit, i përsosur. Mëkatari vendosë duart mbi qenjin për të transferuar ose mbi cjapin për të transferuar mëkatin. Mëkatari e vriste kafshën ose priti, e vriste kafshën, spërkaste gjakun e saj mbi altar, duke lejuar kur e priftit të hynte në vendin shumë të shenjtë. Pas velit për të ofruar gjak mbi arkën e beslidhjes, duke siguruar shlyerje të përkohshme për mëkatarin. Dhe prifti bënte një shlyerje për veten e vet një herë përpara, një javë përpara, një javë përgatitje. Pastrim, java e pastrimit. Dhe kur futej i lidhur me një litar, nëse vdiste në praninë e Perëndisë atë hiqin mos e linin atë brenda, se kush do të futej brenda për ta nxjerrë. Ka ishte një sistem jashtëzakonisht i kompleks. Edhe shlyerja ishte e përkohshme, sepse ky krijim do të bëhej vazhdimisht. Një izraelit silli një qenj mashkull, pa meta ose kafshë tjetër, me hyrje tabernakullit, tempullit, duke përfaqësuar më të mirën që ofruesi kishte për të dhënë. Kjo është më e mira që unë kam. Edhe ofronte të tempull. Personi që ofronte sakrificë pra vendosë dorën mbi kokën e kafshës. Çfarë simbolizon kjo? Simbolizon transferimin e fajit nga mëkatari tek kafsha e pafajshme, duke bërë kafshën zëvendësues. Kafsha ishte e pafajshme, nuk ka kafshë, mund ta flesh kafshën
Mund ta thërësh kafshën për ta ngrënë, po unë nga kafsha të flijohet për mëkatin tënd. Kafsha ishte pafajshme për mëkatin tënd. Por të ishte një simbolizim një transferimit të mëkatit tek kafsha. Mëkatari ose ndonjëherë prifti e vriste kafshën në hyrje të tendës së takimit. Prifti e mblidhte gjakun në një legendë. Gjaku përfaqësonte jetën e krijesës dhe derdhja e tij kërkohej përfaqësie. Bibla thotë gjaku është jeta. Nuk ka shlyerje, nuk ka falje të mëkatit pa derdhjen e gjakut. Ligji përjetshëm nga Zoti. Dhe jeta e çdo shenjë është gjaku. Nuk e vjet pa jetë nga trupin e askujt, nëse nuk ka gjak. Prifti e aplikonte gjakun në anë të altarit për ta pastruar. Në ditën e shlyerjes, kur e prifti pasi e pastronte vetë, diçte temjan, duke krijuar një re tymi për të parandaluar vdekjen e tij pasi të hynte në praninë e Perëndisë mbi arkën e Vestitjes. Rrethohej nga kjo reja e temjanit për të parandaluar vdekjen e tij, një lloj pengese për të mos parë Perëndin që të mos vdiste. Kur e prifti e çonte gjakun e sakrificës në vendin shumë të shenjtë, pas venit, ai spërkaste gjakun mbi fronin e mëshirës. Ishte një fron që ishte froni i mëshirës, kapaku që është kapaku i besëlidhjes, i cili përfaqësonte fronin hyjnor në qiell. Ky ritual synonte të bënte shlyerje për mëkatet e gjithë kombit. Sistemi nuk ishte projektuar për të hequr mëkatet përgjithmonë, por përkundrazi vepronte si një kujtesë për mëkatin dhe një mbulesë e përkohshme duke kërkuar një përsëritje vjetore. Që imagjinoni se çfarë do na duhet neve dhe gjithë besimtarëve në botë për të bërë sot gjithë kjo duhet ta bëjë tillë vazhdimisht. Gjithë ky proces sakrifice drejtonte drejt sakrificës përfundimtare të Jezu Krishtit. E shikoni çfarë bën mëkati? Gjithë ky gjak kafshësh i derë dhe të tjerë. Çfarë thash? Imagjinoni se sa gjak njerëzish për shkak të lustrave e mëkatit të njeriu po derdhë, ëh? Drejt, ke parasysh po. Ky është shkak i mëkatit. Krishti e heq. Nëse gjithë do besojnë te Krishti, çfarë do ndodhë? Do ishte përsosur do. Do kishte luftë, do kishte armiqësi, do kishte lakmi. Dhe kisha të përfaqëson. Kur kisha thotë se ata që thëriten me emrin e Krishtit, këtë përfaqësojnë mungesën e lakmisë, të kundërta me kësaj që është në botë, mungesën e xhelosisë, mungesën e urrëtis, mungesën e inatit, mungesën e luftës, paqen, nuk paqëbërëse të Zot. Të gjitha këto duhet përfaqësojnë. Nëse ne thirrim në emrin e Krishtit dhe e quajmë veten krishterë, duhet të përfaqësojmë pikërisht këto gjëra, të kundërta. Dhe sa herë që ne ushqejmë veten tonë këto gjëra, ne bëjmë më shumë si bota. Dhe nuk e shëmbullojmë Perëndimin me gjithë karakterin e vet hyjnor. Jezu Krishti pra vepron si kryeprisi për sotën e qengjës i Perëndisë që hyn në shenjtërore e qiellore e qiellit me gjakun e tij për të siguruar shpengimin e përjetshëm. Grisja e vetit tregonte që sistemi i flimeve kishte përfunduar me flimin e qengjit përsosur. Që kushdo që beson në Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, ka qasje në vendin shumë të shenjtë, pa patur nevojën e një ndërmjetësi apo kryeprifti, sepse kryeprifti dhe ndërmjetësi hyni vetëm është Jezu Krishti, që flimi i Jezusit ka fuqinë të falë mëkatet një herë për gjithmonë, pa pasur nevojë që kemi një sistem sakrifikal vazhdimisht, siç kanë sot muslimanët apo fe të tjera. Sistem sakrifikues i vazhdueshëm, një sistem kurbani. Një kurban i përvitshëm, i përhershëm. Një herë për gjithmonë. Hebrejve 10:18. Merrni dhe lexoni vazhdimisht për të kuptuar natyrën e Krishtit. Si hyjni, dhe shikoni se sa e bukur që është, dhe ka për të tjetërsuar, sepse ligji thotë, duke pasur hijen e të mirave që kishin për të ardhur dhe jo figurën vetë të gjërave, nuk mundet kurrë që t'i bëjë të përkryer ata që i afrohen Perëndisë me anë të të njëjtave flijime që ofrohen vazhdimisht vit për vit. Sepse përndryshe do të kishin pushuar t'i ofronin, sepse ata që e ushtrojnë kultin, si të pastroheshin një herë, a nuk do të kishin më asnjë vetdije për mëkatet? Por në këto flijime për të rihet çdo vit kujtimi i mëkateve, sepse është e pamundur që gjaku i demave
dhe i cjepve të heq mëkatet. Prandaj duke hyrë në botë, ai thotë, ti nuk deshe as flim, as blat, por bëre gati për mua një trup. Krishti, bëre gati për mua një trup. Ti nuk pëlqeve as holokauste, as flimet për mëkatin. Atëherë u thash, ja unë po vi. Në rrotullin e librit të shkruar për mua, për të bërë Perëndi vullnetin tënd. Mbasi tha, ti nuk deshe as flim, as blat, as holokauste, as flimet për mëkatin, që të blatohen sipas ligjit, ai shtoi, ja unë po vi për të bërë Perëndi vullnetin tënd. Ai heq të parën që të vërë të dytën. Për këtij vullneti, ne jemi shenjtëruar në anë të kushtimit të trupit të Jezu Krishtit, që u bë një herë e përdiqës. Dhe ndërsa çdo prift rri për ditë në këmbë duke shërbyer dhe duke mblatur shpesh herë të njëjtat fëmijë që nuk mund të heqin kurrë mëkatet, ai përkundrazi, pasi e dha përgjithësi një fëmijë të vetëm për mëkatet, u vu të rrinë të djathtën e Perëndis, duke pritur pas kësaj vetëm që armiqtë e tij t'i vihen si ndenjëse për këmbët e tij. Sepse me një ofertë vetme, ai bëri të përsosur për gjithnjë ata që shenjtërohen. Por dhe fryma e shenjtë na e dëshmon. Sepse mbasi pa thënë më parë, kjo është beslidhja që unë do të bëj me ata pas atyre ditëve, thot Perëndia, unë do t'i shtiej ligjet e mia në zemrat e tyre dhe do t'i shkruaj në mendjen e tyre. Shton dhe nuk do t'i kujtoj më mëkatet e tyre dhe pallësitë e tyre. Edhe atje ku ka ndjes të këtyre gjërave, nuk ka më ofertë mëkat. Finito, mbaroi, nuk ka më ofertë mëkat. Është ofruar një herë për një. Së fundmi, vinte rrëfimi i centurionit i cili thotë, ky ishte vërtet biri i Perëndis. Dhe dua që të kërkoj përgjigjen tonë personale për këtë pyetje. A kush është Jezu Krishti? Shikojmë që dy herë të tjerë thonë, ha më ky që ishte biri i Perëndis. Kush e thonë? Njerëzit e vet, njerëzit e Jezusit. Ky që ishte biri i Perëndis, tani ta shpëtoi veten. Krerët e fesë. Po ti je vërtet biri i Perëndis. Ky le ta shpëtoi veten. Një pagan. Thotë, ky ishte vërtet biri i Perëndis. Dhe është fantastike. Dua t'ju lexoj se në gjithë Biblën ka 100 vargje, 100 pasazhe ku gjendet origjina hyjnore e Krishtit. Unë kam vetëm pak vargje nga Dhjava e Re, që thonë se Jezusi është biri i Perëndis. Mateo 3:17 dhe Mateo 17:5. Perëndia atë thotë, ky është biri i dashur me të cilin jam shumë i kënaqur. Mateo 14:33. Dishepujt e adhuruan duke thënë, me të vërtetë ti je biri i Perëndis. Mateo 16:16. Pjetri shpall, ti je Krishti, biri i Perëndis i gjallë. Marku 1:1. Ungjilli fillon me fillimi i ungjillit Jezu Krishti, biri i Perëndis. Si fillon libri i tjerë? Fillimi Abrahami, biri i tij, aty. Fillimi i ungjillit të Jezu Krishtit, biri i Perëndis. Ska. Gjoni 1:34, Gjon vazhdoi dëshmon. Unë kam parë dhe kam dëshmuar se ky është biri i Perëndis. Gjoni 11:27, Marta thotë, unë besoj se ti je Krishti, biri i Perëndis. Gjoni 20:31, qëllimi i ungjillit është që ju thotë qëllimi i ungjillit thotë Gjoni tek 20:31 është që ju të besoni se Jezusi është biri i Perëndis. Ky është qëllimi i ungjillit. Vepra 8:37, eunuku Etiopian shpall, unë besoj se Jezusi Krishti është biri i Perëndis. Luka 1:35, ëngjëlli Gabriel thotë, fëmia që do të lindë do të quhet i shenjtë, biri i Perëndis. Dhe Luka 4:41, demonët vërtasin, ti je biri i Perëndis. Nga demonët, nga ëngjëllit, nga njerëz të ndryshëm, burra dhe gra, vërtasin, ti je biri i Perëndis. Vargji ku Jezusi konfirmon birinë e tij, të qenë biri i Perëndis, Marku 14:61-62, kur e pyetën se është biri i bekurit, Jezusi u përgjigjet, unë jam. Gjoni 5:25, Jezusi thotë, të vdekurit do ta dëgjojnë zërin e birit Perëndis dhe ata që dëgjojnë do të jetojnë. Dhe Gjoni 10:36, Jezusi i referohet vetes si biri i Perëndis në dialog me vdekjen. Në pasazhin e sotëm një centurion romak, një pagan, dëshmon se Jezusi është biri i Perëndis. Dhe ky është i gjithë qëllimi i ungjillit. Të besosh se Jezu Krishti është biri i Perëndis, të besosh se ai është rruga e vërtetë dhe jeta dhe se nuk ka asnjë rrugë tjetër për tek Ati. Përveç se nëpërmjet tij. Jezusi është përfaqësuesi përfundimtar i Perëndis, përfaqësimi i saktë i natyrës së tij. Hebrejve 1:3. I cili erdhi për të zbuluar Perëndin dhe për të shpëtuar njerëzimin.
kush është Jezu Krishti për ty? Kush është Jezu Krishti për ty? Tregon që gjithë jetën tënde të besimit. A është ai gjëja më e mirë që ke? A është ai më i rëndësishmi? A është ai i pari në jetën tënde? Dëgjoj shpesh të bëhen deklarata të tilla, deri vonë kanë bërë dhe vetë. Të treja janë të gabuar. Nuk u bën deklarata të tilla kur vjen fjala për Jezu Krishtin. Jezu Krishti, vëllezër dhe motra, nuk është më i mirë. Jezu Krishti është vetë mirësia dhe çdo gjë ndryshe nga ai jashtë ti është e keqe. Çdo gjë që të ndan dhe kushdo, cili do shoh ky njeri që të ndan në Jezusin, është e keqe. Të cilët ti duhet të shmangësh, ti nuk duhet të përgjigjesh, ti nuk duhet ta pranosh këtë gjë. Kushdo shoh që të kërkon të ndajë nga Jezusi. Sepse ai është e mira, vetë e mira, nëse ne kërkojmë të mirën, ai është e mirë. Çdo gjë që përpiqet ta zëvendësojë Jezu Krishtin është e keqe. Krishti nuk është më i rëndësishmi. Ai është e vetmja gjë e rëndësishme, që jep rëndësi të gjitha gjërave të tjera. Jezu Krishti nuk është numri 1 në jetën tënde. Jezu Krishti është vetë jeta jote. Papa nuk e je. Amen. Gjoni 15:8 thotë, unë jam hardhia e vërtetë dhe ati im është vreshtar. Çdo shërmend që nuk jep fryt në mua, ai e heq. Kurse çdo shërmend që jep fryt, ai e krahasit që të jap edhe më shumë fryt. Ju tashmë jeni të pastër për shkak të fjalës që ju kumtova. Qëndroni në mua dhe unë do të qëndroj në ju, sikurse shërmendi nuk mund të jap fryt nga vetja, po nëse nuk qëndron në hardhi, ashtu as ju nëse nuk qëndroni në mua. Unë jam hardhia, ju jeni shërmendet. Kush qëndron në mua dhe unë në të jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Nëse ndonkush nuk qëndron në mua, hidhet jashtë si shërmendi dhe fahet. Pastaj mbledhi një herë në zjarr të digjen. Nëse qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, qëndroni, kërkoni çfarë doni dhe do t'ju bëhet. Në këtë është për lëvduarati im që të jepni shumë fryt, dhe kështu do të jeni bishepët e mi. Tre gjëra për të zbatuar në gjithë pasazh për ne, mesazhe, vitin 2026, 22 mars. Kupto thellësinë e mëkatit tënd çdo ditë dhe do kuptosh thellësinë e dashurisë së Perëndis. Kjo do të ndihmojë në rrugën e shenjtërimit. Së dyti, nuk ke nevojë të jetosh i ndarë, sepse Krishti e hapi rrugën. Ec në të dhe marrëdhënia jote me Perëndin do të bëhet më e thellë dhe më personale. Dhe së treti, Jezusi si biri i Perëndis të ka bërë trashëgimtar të pasurive të Atit tënd qiellor. Mos jeto për thërrime që të ofron bota. Amen.